Ky ka qenë Buhariu. Ka shumë çka të lidhë para to. Ka marrë mësim të 1200 hoxhallar, 1200 mësues ai ka pas. Ka qenë i verbër, edhe shumë ka bëu dua nana vet. I verbër ka qenë? Po i verbër në fëmini. Ka bëu dua për me ia kthy Allahu shiqimin dhe nëndër e ka pa. Ka ardhur Ibrahimi ka ardhur. Se emnin Buhariu ka pa Muhammed ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughire. Ky Mughire kjo bu musliman. Kjo është gjenerat e 4 që bu musliman. Se kjo është i Uzbekistanit Buhara. Kështu me këshyr etnikisht është turk. Buhariu. Se e dim Uzbekistani janë turq. Prej fiseve turke. E pro Buhariu prej këtyne është. Edhe këtë si hariq ja ka thonë Ibrahim në ndër nanës vet. Dhe pastaj kanë shku në hax nana me 2 djem, e Buhariu ka thonë, nanë selam aleikum, unë po këto pari po du më marrë me hadith. Nuk është kthy. Edhe verbër të qenë. Jo. Është kthy shiqimi, si 7 vjeçar, e pastaj kanë shku, ma dikur kanë shku në hax. Tash e ka shiqimin. Nëse nuk gaboj, a ka qenë Isak Rahwehi ose një tjetër alim, kryesor, një tjetër alim i madh, edhe thot Buhariu. Hala së më kishte dalë mjekra. Hala më pa mjekër. Pra nuk është në pubertet, i ri. Edhe hina të shejhi hina në ders. Edhe diqysha ki po ndonjerë, ju ngullën syte une. Edhe nuk ka duru, po të djali mirë, ka i tje, thot i Buharës. Subhanallah. Kjo alë për Buharës këtu të une, e s'përshkon të Ebu Abdullahi, për Buhariun. Tha me të kesë me folë e ula krytë, që me thonë, unë jom qaj. E tjerë kanë thonë, o shej, po kjo është Ebu Abdullahi, kjo është Buhariu. është drypi mur për dore dhe më afroj aty afër vetës. Ka ndodh tjetit shejte ka fol diçka, ka tregu te senedi. Edhe ju ka pështil diçka senedi, zinxhiri transmetuesve, edhe ky porin Buhariu edhe kur po përvendon po thotë shejt këto kjo është kështu e jo ashtu që është aty. S'është e mundun. Po është e mundun. Nuk do kemë pranu. Kur hinim rana, i këshyri ato shënimet e veta dul, po mirë qysh po thuti që ashtu është. Por me tregu, hala, kanë ndesh njerë pak, kanë bo një talje, që me thonë, po, ndoshta pak e rond, po testimin me talje me abo Buhariut. Me urdhën disa shejler, thuhet, s'pom këtu tash cili edhe khalife ka qenë, i kam pregadit 10 vetë, 10 nga 10 hadithe, 10 vetë nga 10 hadithe, 100 hadithe. Mirë po, me i përzi hadithet, me i përzi zinxhirin e transmetues senedin me metën. Po hallakam aty para. Po hallakam me bo krejt. Edhe po thot, i kem këta djem të ri, po mësojnë hadith, edhe po kanë qef ato hadithe, dhe çdo njëri prej tyre që ka mësuar nga 10 hadithe, ti me i kontrollu a i kanë mësuar mirë. Edhe si ka fillu i pari, po e flet, edhe kjo e ka marrë vesh mënyrë lojen, se ka pas se po ndryshon. Edhe tash kuptohet, ma është koncentru, edhe kur po e përfundojnë i 10, po e përfundon hadithin e 10 të ti, pra hadithin 100. Edhe po thot Buhariu, emma l-awwalu, fel hadithu l-awwal, qale kedha, kedha, wa kedha, o jem begi e kul kedha, wa kedha, wa kedha. So i përket parit, hadithin e par, a i tha kështu, e është dash me thonë kështu, që është dash me thonë po e din, hadithin po e din ti. Mirë po, që tash këj gabim është unikat, që aty për që aty. Pra e ka majtën men edhe gabimin, se po kuptohëm, ato që ka është e sakt, ato pe din. Mirë po këto qysh është, se ajo e pa sakta mundët mënyra ndryshme, forma ndryshme, me ndodhë. Edhe këto e ka majtë men, 10, jo të vërteta edhe 10, mo veç pedin të vërtetat. Pra ka thonë kështu, e është dosh me thonë kështu. Pra ky ka qenë Buhariu rahimehullah, edhe që ka bo këtë punë, Allah është përbleft, se nuk mund paramendohet, Zotin Allah nuk e len, këtë fe, pa njerëz, pa bura, cilt, bonë sebe për me vazhdu, me ardhë deri tek ne edhe hadithet. Buhariu i ka ditë përmensh, Imam Ahmedi 1 milion, Buhariu 600.000 hadithe. Nuk ka në Islam 600.000 hadithe.
Salima thonë që aty çka e ka në përmbledhjen e tij, musnedin e tij Imam Ahmedit rreth 30.000. Thot për pasha Allahun. E po qysh këto prej 80.000 qysh marrin 600.000. Ka hadithi përmbahet prej 2 pjesëve. Se më thon 2 komponente, 2 pjesë. Metni, fjala pejgamberit alayhis salam, edhe senedi zinxhiri transmetuesve. Po. E tash njëjtin tekst me rrugë të ndryshme, me njerëz të ndryshëm të zinxhirit transmetuesve, dhe kështu ka arritë 600.000. Te Buhariu hoç. A di çka do më të pyet? Se këto që ankohen, edhe që janë kundër haditheve, thonë si është e mundur 500 vjet mas vdekjes pejgamberit, ka dalë një imam Buhariu, edhe e ka bërë Sahihun e Buhariut, edhe si është e mundur me mbështet këtij personi i cili ka jetu 500 vjet pas vdekjes pejgamberit. Jo, nuk është 500 vjet. 500-600 vjet, sa është? Jo. Buhariu ka lind vitin 194 Hijri, ka vdekur vitin 256. 100 vjet, sa është? Po 150. 200, do të thotë 200, ka lind 200 vjet. 200 vjet pas pejgamberit, pas vdekjes pejgamberit. Alayhis salam. Thotë si është e mundur këto hadithe me na i kallzu pas 200 viteve thotë. Po është e mundun. I shpjegim këtë çështën e zinxhirit. Edhe këto të kthejnë këto të 600.000. Pra të zinxhirit transmetuesve. Po. Shembull se zinxhiri më i shkurt është thot حدثنا محمد ibn Yusuf, Abdullah ibn Yusuf, حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Thot më ka tregu Abdullah ibn Yusuf. Jo në rrugë. Kur thot më kanë tregu ose kam dëgju, po nderse në xhami. E ai e kanë dëgju prej Malikut, Imam Maliku, ai prej Nafi, e Nafi prej Abdullah ibn Umerit. Edhe tash thot ka 5 vet, ka 6 vet, ka 4 vet sikur këtu. Mes Buhariut edhe pejgamberit alayhis salam. Por Abdullah ibn Yusuf 1, Maliku 2, Nafi 3, Abdullah ibn Umer 4. Ka 5, ka me 6 vet. Thot pasha Allahun për çdo njërin prej këtyre. E di kur ka lind. Ku ka lind. Kur ka vdek, ku ka vdek. Që kanë transmetuar hadithin. Po për këta njerëz që përmenden. Ta njerëz këta janë krejt alima, dietar. E di kon e ka pas mësues hoxh, prej kujna ka mësu, kon e ka pas nxënës, e di kur e ka bo haxhin. Nëse thot e kam dëgju prej filanit, kur ka mujt mu taku me këtë filan. Edhe ka analizu. I ka pas kriteret e veta, dikun me thonë 8 kritera, unë e thonë simbolikisht 8 sita, e rall, e para, e dyta shpesht, më e shpesht. Dhe këto 600.000 i ka shtin këto 8 sita, i ka sit, simbolikisht po flas, edhe fund kanë dalë 7.500 e diçka prej 600.000 haditheve. 7.000 e diçka hadithe të Buhariut. 7.500 e diçka është Buhariut. Edhe para se me regjistru hadithin, ka marrë gusëll, jo abdes, gusëll, është la, ka falë 2 recate, dhe ka bu dua Allah, nëse nuk është hadithi sahih më jap një shenjë. Buhariu po i thot vllaut vet edhe kunatës. Burrë gru. Po. Llojin me kon musliman mos më pranu duaja, nuk e di çysh bën. Po apo me di se ai u kon njeri i cili ty ka pranu duaja. Qysh musliman me kon, i sinqer, devotshëm mos më pranu duaja. Ki defekte. S'po thot mënyrë indirekte se unë nuk jam kështu. Më pranun duat. Ka ndodh kur ka ra me fjet, ki po natën në gjumë të vinë do ideja. Po. Edhe është shu, e ka dhes çfarë drite ka qenë, as qiri nuk kam pas atër, as lamba fenera, tjetër lloj drite, po e dhes, po shënon, po e shkym, po bjen me flajt. Mas një kohë prap, po i kujtohet diçka prap, ka ndodhë mbra natës 20 herë, faktikisht nuk ka flajt, ka çka qeni përkushtum, edhe krejt këtë pun e ka bo për 16 vjet. Sahihun e tij e ka kompletu për 16 vjet. Hadithet. Që përmbledhja haditheve. Për shkak krejt hadithet në sahih e kanë quajt Sahih ul Buhari, Sahih i Buhari, Xhamiu,
përmbledhja e haditheve të vërteta të Buhariut. Edhe, shtuar definicion, nuk ka shkru dora e njeriut, as nuk ka me shkru dora e njeriut libër më të mirë, më të dobishëm për njerëzimin se sa Buhariu. Pas Kur'anit, me njerë vjen përmbledhja e Buhariut. A është konsenzus kjo i këtë hoxhallarëve në botë? Pa përjashtim. Për pasqijave. Për ata zati nuk i shtim këto të ehlu suneti. Absolutisht. Krejt alimat, të hershëm, e të vënshëm, e të mdhej, e të vegjel, krejt janë një mendimi se libri i dytë i muslimanëve është në atë rang i Buhariut, Sahih Buhariut, ose dora njeriut nuk ka shkrujt, as nuk ka me shkru libër ma të mirë, ma dobishëm për njerëzimin se sa Buhariu s'ka ka bo këtë libër.